Dje dvisi rreth orës 5 i mbasdites ka telefonuar babajnë time dhe i ka thënë hajde që të rreqim atë denoncimin për djem për këto për shumë. Ka vaj babaj ime ka marrur tek shtëpia e tij në Bunavi, e ka çuar me gjithë maman time, domethënë pleq, moshë e madhe, babai 70 e ca vjeç, nëna 60 e ca vjeçe. E ka marrë me makinë, e kanë çuar në Vlorë, ka bler një telefon atje me lekët e tij, me këto i kanë ofruar kafe të gjitha. Gjatë kohës që prisnin maman e tij që të vinte mamaja e tij për të tërhequr denoncimin, këta pas kanë bërë denoncim tjetër mamaja që me demek babai ime dhe nëna ime pas kanë ushtruar presion zotërisë në fjalë. Pardje rreth orës 4 i mbasdites më shkruan Brajan Abazaj që është i ndaluar për këtë gjë dhe më thotë që më ka thënë Visi tha që kërkon t'ju takoj Edvisi. Kemi marrë rrugën me Brajanin, e kam çuar deri në Vlorë, tek rotonda në skele, e kam lënë atje sepse më tha, te iki unë që ta takoj djalin, tha t'i them tha që të vi me juve të ulet e të sjaroj muhabetet. Kështu e lam. Shkuam, na therasin pastaj Brajani na shkruaj një mesazh, hajtë se jemi në plazh të vjetër të Vlorës. E din, domethënë është ambient me kamera, me të gjitha i survejuar, me plazhista, me turista, me thënë ishte full me njerëz ku kemi vajt neve atë ditë. E kemi takuar 2 minuta, ka zbritur, ka vjellur sepse ishte i pirë zotëria. Edhe nuk dinte çfarë fliste, ishte i pirë, i merreshin mend, binte për sheshi, ka vjellur edhe i marri makinën burazeri im, sepse Brajani nuk ka patent. I kërkon makinën burazeri, i thot që vim edhe ne mos na hapen probleme, i thot me kështu. Unë nuk kam zbritur